Përshëndetje, miq të dashur. Sa e pash një video që ka dalë një polake të i livdu UÇK-n. Jo që i ka livdu, po dhe ka shkruar peticion për Ushtrinë Shlimtare të Kosovës. Kurse Hashim Thaçi shkojke u përkulke para vorrave të shkive. Thake këta i kanë vra shqiptarët. Shkojmë të ndëgjojmë një lutëm, keni më përfasu dhe jo. Një polake shumë e re, po nuk e di, a ka punu në sen, a veç e din Shqipen, a ka dikon shqiptar, babra non, nuk e di, s'po spjegon ma shumë, veç shkojmë të ndëgjojmë, të diskutojmë bashkë miq. Motorit ty mreja. Kruan një definicion për UÇK-n, që UÇK-ja ka bu masakre, ka bu krimet ndaj popullsinë serbe edhe roma. Qysh nga gjuha, po dije që nuk është puna shqiptare. Për këtë shtetin botues, kam dërguar 26 pyetje vetëm për këtë fragment. 26 pyetje ja ka dërguar shtëpisë botuese vetëm për një fragment. Shkojmë. Në Kosovë, vetëm për këtë fragment. 26, po. 26. Ky fragmenti është që ma mirë spjegon kjo vetë. Shkojmë. Pyetje. Që tash unë mund po kalzoj, mund po tregoj ju kjo pyetje ma me rëndësi. A mund po? Patjetër. Ka në telefon. Si ka të kryesore. Sa ka qenë lehtë që me depërtu tek pyetjet edhe me i marrë këta pyetjet? Kjo pyetja është, pse nuk i zhvillua çështje e krimeve të kryer ndaj popullsisë shqiptare, përfshirë vrasit masive, kruan një definicion. Që s'ka nuk gjeta më shumë, po pse nuk i kanë shkru, ose nuk i kanë gjyku, unë për këta kështë bukfalisht shkijet që kanë bo masakra në Kosovë. Po gjoja Kosovarët, ose shqiptarët Kosovarë kanë bo masakra në shkijet. Mishtë dashër, më të rritimi, kështë Hashim Broja, që kjo falë ke paravorave tyne. Që me thonë, miq, ju dua shumë, respekt në natën e mirë, kalofshi mirë. Mirë po ofshëm të tjera.